Ramazani në botën islame është i njohur për begatit dhe mirësitë që ju sjell muslimanëve në më shumë aspekte, por në vete ngërthejnë edhe data të rëndësishme që përmbajnë në vete histori të fuqishme që kanë sjellur ndryshime rrënjësore në botën islame. Ndërto është edhe dita e Bedrit, që u bë e njohur nga një betejë që shënoi kthesën më të madhe në historinë islame. Pra është lufta më e madhe dhe më e fuqishme e Muhamedit, paqja qoftë mbi të, dhe e muslimanëve, që shërbeu edhe si motiv, shpresë dhe guxim për fitore të reja që vijuan më pas. Për të risjellur historinë e kësaj date në mesin e xhamatit të ditëve të sotme, në të gjitha xhamit që mbulon muftinia e Gostivarit, u mbajtën aktivitete fetare, ndërsa organizimi kryesor u realizua në xhaminë e Sahatit në Gostivar. Këtë aktivitet fetar, me praninë e vetë nderoi edhe muftiu i muftinisë së Gostivarit Sabaudin Zendeli, i cili përmendi momentet kyçe që e karakterizojnë betejën e Bedrit, por dhe mësimet që nxjerrim sot nga kjo ngjarje. Pra, kuptohet se lufta e Bedrit na jep mësime shumë të mëdha. 1. Derisa jemi në rrugë të Zotit dhe kemi besim paluhatshëm në të madhin Zot, Allahu xhaleshanuhu do të jep mbështetjen për besimtarët. E dyta, gjithmonë duhet të bëhet përpjekje për të mbrojtur të drejtën, të mirën dhe të ngrisim vlerat në shkallën më të lartë brenda një shoqërie që jetojnë dhe veprojnë. Lufta e Bedrit na vendosi një herë për gjithmonë parimin se si duhet të veprojmë ndaj atyre të cilët u është bë pa drejtësi dhe si duhet të mbrohet e drejta e tyre. Lufta e Bedrit kuptohet se muslimanëve ushtoi motivin dhe u ngjalli shpresat, ndërsa e humbi shpresat e politeistët asaj kohe, edhe pse lufta nuk ishte barabartë në kuptim numerik, sepse ato ishin 3 fish, por ishte besimi i fortë në të madhin Zot, ai i cili besimtarët i ngriti në shkallat më të larta. Për atë lufta e Bedrit gjithashtu vendosi edhe të drejtën e luftrave, vlerat, etikën e luftës. Programi përmbante edhe pjesën artistike, me ilahi të kënduara nga kori i muftinisë, por edhe me bukur lexim të Kuranit famlart, e sidomos ajete që flasin për betejën e Bedrit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kujtojmë se luftëtarët e Bedrit e donin më shumë vdekjen përfitore se sa jetën në humbje, ndërsa të gjithë luftëtarëve që humbën jetën në këtë betejë, Zoti u ka premtuar gradën e shahidëve.